Tash norma e zhvillimit teknologjik dhe mjetet bashkëkohore në komunikim masiv edhe rrjetet sociale janë një mënyrë e mirë për me komuniku me njerëzit dhe me i promovu njerëzve vlera edhe gjëra të dobishme. Dhe normalisht fatkeqësisht jo të gjitha shfrytëzojnë faktikisht këtë zhvillim teknologjik për të bërë davet, për të thirrë njerëzit në fe ose për të përhap herin. Shumë njerëz e përdorin edhe për shërb. Por një pjesë, do thotë, nuk tham e vogël, por një pjesë e konsiderueshme e njerëzve i shfrytëzojnë faktikisht rrjetet sociale për të ofruar njerëzve gjëra që sipas tyre janë dobishme, me vlerë, me peshë dhe padyshim kanë efekt pozitiv në ngritjen e vetdijes të muslimanëve. Edhe këtu kemi nevojë normalisht shumë të flitet, kemi nevojë të flasim për metodën, për prioritetet, për temat, për fotot që postohen, do të ka shumë mohabet. Normalisht gjithë kjo është e mirë, por janë disa elemente anësore që ka nevojë domethënë si kushtojmë një vëmendje të posaçme dhe të korrigjojmë në fundit. Dhe njëra prej këtyre çështjeve është ajo që disa herë për disa faqeve të ndryshme shihet një lloj promovimi kushtimisht pak si i dhunshëm, domethënë imponim pak si me zor, domethënë e bën një reklam, e bën një ajet apo një hadith dhe në fund e vendon domethënë reklam faqes tonë. Kuptohet qëllimi është i mirë, padyshim promovimi i një faqes islame, një web faqe ose një profili publik, domethënë të rrjeteve sociale, mirë po tek njerëzit ka mundësi me pas reagime negative dhe kemi vërejt disa herë se për shembull kur është fol çka është kjo fotografi, vëllai reklam i bën faqes vetë. Domethënë nuk e shikon ajetin, hadithin, porositë dhe mesazhet, po e shef vetë pjesën reklamuese. Kështu që nëse ka si domethënë qëndrime negative ose vërejtje domethënë kundër këtyre veprimeve është më mirë të bëhet vetëm daveti pa e bërë reklam domethënë faqen tonë ose profilin tonë. Them që nuk prish punë her pas here ndodh në forma të ndryshme, mirë po mos jetë do thotë qëllimi jon promovimi i vetvetes së faqeve tona, që qëllimi jon thirrje në rrugën e Allahut. Andaj në Kur'an për shembull ku flet Allahu për vlerën e thirrjes islame thotë wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. A ka kush vetë më mirë se ai që thret te Allahu. Domethënë thirrja jon e të gjithëve duhet të jetë domethënë me çunjë te Allahu, jo te na. Jo te profilet tona, te faqet tona. E kuptoj arsyetimin që e thonë shumë njerëz se qëllimi është promovimi, ardhja, pastaj do thotë përfitimi nga ajetet dhe hadithet që postohen. Mirë po jo në çdo postim, jo në çdo rast, jo çdo herë, po thjesht domethënë të jetë pakës më e sofistikuar ose të jetë pakës me një shije pak më të lartë, me një kulturë dhe edukat më të rafineruar që do të edhe nëse bëhet promovimi të ketë një kuptim, do të thjesht na kemi don promovim, vetëm promovim që kërkush se konteston atë dhe postim për thirrje mbetet e pastër postim për thirrje. Mendoj se kjo është thjesht një pikpamje dhe opinion, ndoshta dikush ka qëndrime të tjera ose po një tjera, thjesht është në hapësirë e ijtihade, po menduam se ja vlen të thuhet edhe të folet diçka në lidhje me këtë, si sqarim, udhëzim, udhërrëfim, korrigjim apo domethënë avancim të formave të komunikimit me shoqërinë që na jetojmë dhe veprojmë.